Mirë. E për këti djallit. Dakord. Mirë dita të gjithëve. Ke 3-0 sipër. Mirdita të gjithëve, të nderuar kolegë, i nderuar kryetar, të nderuar pjesëmarrës. Sikur se jeni njoftuar, kemi thirrur këtë mbledhje jashtë radhe kërkuar nga kryetari i bashkisë me kërkesë të kryetarit të bashkisë. Me rendite prej 7 pikash. Besoj me materiale dhe me rendin e ditës jeni njohur disa ditë përpara. Kështu që mund të vjojmë pasi të verifikojmë korumin. Dhe korumi realizohet sepse janë 16 këshilltarë në sallë, ndërkohë që po vinë edhe disa të tjerë, por mund të vjojmë. Ju ftoj të miratojmë rendin e ditës duke shtuar edhe këtë projekt vendim që solli kryetari tani. Kush është dakord me rendin e ditës? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet. Ju më lejoni t'ju rikujtoj konfliktin e interesit, nëse ndonjëri nga ne kolegë ka konflikt interesi me ndonjëri nga pikat e rendit të ditës, është mirë që në atë pikë të mos përfshihet as në diskutim dhe as në votim. Dhe kalojmë tek pika e 3 e rendit të ditës, që është projekt vendim mbi disa plotësime dhe detajime të buxhetit të Bashkisë Maliq për vitin 2026 për fondin e emergjencave civile dhe mbetjeve urbane. Lutem komisioni, po. Përshëndetje të gjithëve dhe ju uroj një vit të mbarë 2026. Si gjithmonë komisioni mblodh në praninë e kryetarit të bashkisë. Edhe shqyrtoj gjithë 3 projekt vendime, të cilat janë të rëndësishëm për fillimin e vitit të aktivitetit financiar të bashkisë. Këto kanë ardhur si rezultati disa ndryshime që kërkohet nga prefektura, por edhe për shkak të ardhjes së një granti të konsiderueshëm, për shkak të përfitimit të një granti të performancës bashkisë. Po thuaj këtë projekt vendime janë shqyrtuar edhe në mbledhjen e buxhetit. Po shkurtimisht do bëhen disa ndryshime për shkak edhe të fondeve, për shkak edhe të mos konfirmimit nga prefektura, megjithatë meqense janë të shqyrtuara, mendojnë t'i kalojmë shpejt dhe ne nuk po flasim më gjatë si komision, mbasi shqyrtuam dhe rëm dakord me argumentat që kryetari na ngriti para komisionit për të bërë të ndryshime. Pra kërkojmë që këto të miratohen në mënyrë telegrafike, sepse janë në përmirësim të punës të buxhetit të bashkisë. Faleminderit. Faleminderit, po. Përshëndetje gjithëve, faleminderit. Dua t'ju shpjegoj disa kthime të bëra nga institucioni prefektit. Ka një problem në lidhje me miratimin me tarifat në kullotat, për cilat ne jemi mbështetur një vendim qeverie i cili është fuqizuar. Institucioni prefektit na i ka vënë dispozicion edhe ne kemi bërë këto ndryshime në paket, jemi në disa rregullime të saj. Ka një dy anomali në pozicionet përgjegjësa sektorësh, të cilat ne kemi paguar me pak 65.000 lekë dhe minimalja e pagesës është 70 e lartë, kështu që kemi bërë 2-3 rregullime të cilat na kanë kaluar. Dhe problemi i dytë ka të bëjë me fondin e mbetjeve urbane, i cili në buxhet është si transfer më vete i çelur
nga parlamenti, nga qeveria. Ne kemi bashkuar me transfertën e përgjithshme të bashkisë, nuk ndryshon gjë në fondin e përgjithshëm, por vetëm si detajim, e kemi çuar si detajim vetë menaxhimi mbetjeve urbane, 7.6 milion lekë. Dhe propozimi tjetër ka të bëjë me një njësim të pagave, duke qenë që ende nuk është miratuar ndryshimi i fondit i pozicionit të pagave për gjithë punonjësit dhe është duke u punuar. Kishte një njësim të pagave midis punonjësit të thjeshtë dhe të themi drejtuesit të një sektori apo brigadierit. Kështu që në këtë aspekt ne ju propozojmë si moment të parë uljen me 1 orë pune të gjithë punonjësve dhe edhe pse ata marrin rritje pagash për efekt të pagës minimale në varësi të numrit të orëve të punës që kanë, por tek e përgjithshme bëhet edhe një rregullim i hierarkisë të themi të tyre me njëri tjetrin. Nga këto ndryshime të cilat folëm, kemi një ulje të fondit të pagave me rreth 9.8 milion lekë, kemi një shtejim të fondit të investimeve nga 45 në 51 milion lekë, po të shtojmë këtu dhe 10.5 milion lekë e cila vjen si grant performance për punën e mirë të bashkisë. Ne kemi konkuruar me programet tona në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe jemi shpallur nga bashkitë që ka fituar fonde të konsiderueshme nga më të mirat në Shqipëri me 10.5 milion lekë. Edhe këtë e shtojmë për sistemin asfaltim rrugë në vitin 2026, bëhet një rregullim i mirë i investimeve dhe në totalin e përgjithshëm investimet nga 107 milion ve në 115 milion. Këtu nuk hyn një pjesë e performancës nga fondet me financim të huaj, por Ministria e Financës kërkon një miratim nga ana e Këshillave Bashkiake para se t'i çel këto fonde, pasi vendimi i qeverisë dhe udhëzimi nuk lejon që këto fonde të përdoren për paga edhe për shpërblime, por për çdo gjë mund t'i përdorë Bashkia dhe Këshilli Bashkiak. Ne ja u kemi propozuar për t'i përdorur për investime në rrugë. Ju propozojmë të shtojmë dhe 1 milion lekë të reja për mbrojtjen civile, ajo që cilën folëm dhe për cilën kërkojmë që t'i kalojmë për marrje mjete me qira, pasi situatën e kemi të vështirë dhe nuk dim si do e dimri në vazhdimsi, si për rreshje, si për dëbor, ndaj dhe ju sollëm një projekt vendim të shpejt, dhe mbrojtja civile nga 4 milion shkon në 5 milion, dhe në totalin e përgjithshëm shkojmë 470 duke e rritur me 1 milion lekë këtë zë në buxhet. Kaq është me pak fjalë ndryshimi që ju propozojmë. Në totalin e përgjithshëm shifrat nuk pësojnë në një ndryshim të madh, përveç këtyre 2-3 rregullimeve që u tham, dhe në totalin e përgjithshëm i gjithë projekt vendimi rakordohet plus minus me fondet që kemi folur dhe në mbledhjen e fundit ku miratuan buxhetin. Nëse keni një pyetje konkrete, jam i gatshëm t'ju përgjigj. Ka pyetje? Ka ndonjë gjë të paqartë kjo pjesë? E kalojmë votim atëre pikën 3, detajim në buxhetin e Bashkisë Maliq për vitin 2026 për fondin e emergjencave civile dhe mbetjeve urbane. Kush është dakord? Kundër? 1 kundër? 2 kundër? Atëre me 16 vota pro dhe 2 kundër miratohet. Faleminderit. Kalojmë tek pika e 4 e rendit të ditës, që është projekt vendim për detajim fondi të grantit të bazuar në performancën për bashkitë për vitin 2025 me burim financimi nga buxheti i shtetit. Pika 4. Ne përmenda pak më lart, janë 2 projekt vendime, një që fondet e performancës mbulohen nga buxheti i shtetit dhe ne jemi shpallur fitues për 4.5 milion lekë. E keni projekt vendimin me shifrën e saktë. Edhe një është për financimin e huaj, të dyja ne ja propozojmë Këshillit për t'i çuar në investime në rrugë për vitin 2026. Dhe ja shtojmë fondit të investimeve në rrugë për këtë qëllim. Ka pyetje këtu? Petrit. Keni gjë ju? Dakord. S'kemi ndonjë. E kalojmë në votim pikën 4. Kush është dakord? Kundër? 1. Tjetër kundër ka? Me 17 pro dhe 1 kundër miratohet pika 4. Faleminderit. Kalojmë tek pika 5 e rendit të ditës, projekt vendim për detajim fondi të grantit të bazuar në performancën për bashkitë për vitin 2025 me burim financim nga buxheti i shtetit. Po e njëjta, po është me 2. Është një pjesë nga donatorët,
Po. Dhe një pjesë nga buxheti i shtetit, pjesa që është me financim të huaj, kërkon detyrimisht një vendim këshilli përpara se ata ta çelin fondin, se duan që ky fond të shkojë në investime ose në problem, jo në paga, jo në shpërblime, jo për cilat ne nuk është ajo që fole, domethënë, ajo që the pak më përpara. E kalojmë votim pikën 5. Kush është dakord? Kundër? Kundër? Miratohet. Me 17 pro, 1 kundër miratohet. Faleminderit. Kalojmë tek pika 6 e rendit të ditës, projekt vendim për miratim fondi i projektit të fituar nga Ministria e Shëndetësisë për shërbimin në familje për të moshuarit dhe personat me aftësi ndryshe. Po, Ermanda? Drejtoresh, po. Përshëndetje. Fondi që kemi kërkuar për miratim është për mënyra e përdorimit të fondit për projektin shërbime mbështetëse dhe fuqizuese në familje për të moshuar dhe personat me aftësi të kufizuar. Është viti 4 që ne mbështetemi nga Fondi Social për realizimin e këtij projekti. Më poshtë kemi detajuar edhe mënyrën e përdorimit të tij, ku do të jetë një punonjës dhe pjesa tjetër do të jetë shpenzime operative dhe materiale të tjera të nevojshme për realizimin e këtij projekti. Është vazhdimsi e asaj që kemi pasur. Është vazhdimësia e projektit të 3 viteve të kaluara. Ky është viti 4 që Ministria e Shëndetësisë na mbështet me 30% të fondit të kërkuar. Edhe këtë vit po 30%. Po 30%. Ka ndonjë pyetje? E kalojmë votim atëre. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka asnjë kundër, me 18 vota pro miratohet. Faleminderit. Tani shkojmë tek projekt vendimi që na solli kryetari për përdorimin e fondit për mbrojtjen civile, urdhë? Po. Okej, kalojmë tek ndryshimet në strukturën e vitit 2026, pastaj shkojmë tek kjo. Tek struktura. Komisioni Financës? Po se ne kemi të ndarë në rendit ditës edhe do... Jo, ne pam bashkë në buxhetin dhe strukturën dhe buxhetin, kështu që... Po se në rend dite kemi është bashkuar detajimet buxhetit për emergjencat civile dhe mbrojtjet dhe mbetjet urbane. Kështu e kemi. Jo. Dhe lutem ta kalojmë edhe një herë në votim strukturën, ndryshimet në strukturë. Kush është dakord? 17 pro, 1 kundër, miratohet. Faleminderit. Tani shkojmë tek projekt vendimi që na erdhi së fundi për përdorimin e fondit për mbrojtjen civile nga të ardhurat e veta. Është ajo për blerjen për marrjen e meqerat të mjeteve për emergjenca dimërore. Ka ndonjë pyetje? Ka nevojë për shpjegim, kryetar, do shpjegosh diçka? Po duke marrë shkas nga situata që kemi, edhe shtrirja shumë e madhe territoriale që kemi në të gjithë bashkinë, pavarësisht mjeteve që ne kemi në dispozicion, ndodh që në të njëjtën kohë, në të njëjtën pikë, në të njëjtin moment kërkohen mjete në shumë vende. Dhe ne sado që të maksimalizojmë mjetet tona, forcat tona, mund na dalen nevojshme gjatë gjithë ditëve për efekt të rreshjeve, për efekt të borës, dimri është përpara, ndaj dhe po i paraprim kësaj moment duke kërkuar miratimin nga fondet tona të emergjencave civile të një fondi 1 milion lek për efekt marrje mjete me qira dhe përdorimi rast pas rasti sipas nevojës tonë. E kemi përdorur dhe herë të tjera, na ka dhënë rezultat, dhe unë them që ta miratojmë dhe është një plus në punën tonë, në rendimentet e punës tonë dhe rezultatin e punës. Shumë faleminderit. Ka ndonjë pyetje? Po. Përshëndetje. Faleminderit. Duhet të falenderoj të gjitha për këtë takim që edhe mbledhjet jashtësore që bëjmë, se kemi caktuar edhe një datë tjetër, datën 14 dhe për këtë pikë unë mendoj se situata është shumë e vështirë, siç e shikoni, edhe për mbytyjet edhe të bora, dhe jam dakord që të merren edhe ato se kur s'ke mundësinë ta bësh me ato që ke, do të është patjetër që do të kërkosh edhe në privati për të marrë mjete apo për të marrë të ardhur ndihmë të kësaj situate. Unë juftoj të gjithë këshilltarët, të gjithë të jemi të kujdesshëm sa herë të kërkojë edhe ekzekutivi në këto situata, të jemi në këmbë, të mos mungojmë qoftë edhe ditën e hënë që kemi bërë edhe për këto situata që ato po vinë edhe po shtohen. Inshallah Zoti të vërë edhe dorë që mos ketë se është fatkeqësi me gjithmonë e rënd. Faleminderit të gjithë dhe mendoj që këtë ta miratojmë.
Kryetar, mund të shpjegoj diçka nga me që jemi në këtë situatë telegrafisht më t'ju jap një informacion mbi rreshjet e datës 7, të cilat kanë qenë nga më të mëdhat në të gjithë vendin. Nga shërbimi meteorologjik ushtarak, në datën 7 i pari, në 24 orë, kanë rreth 124 mm shi me madhja në të gjithë Shqipërinë. Edhe pse parashikimet na japin një situatë jo shumë kaq agresive në territorin tonë, në fakt shifrat flasin ndryshe dhe do të thotë që po marr vetëm Maliqin, sikur të marrim 5000 hektar, sasia e rreshjeve të rena konsiderohet në nivelin shumë të lartë, sipas meteorologëve, 6.2 miliard litra ujë, apo 6200 metro kub ujë në këtë territor. Dhe sot, në hidrocentralin e Moglicës, s'ka ndodhur ndonjëherë derdhen 500 metro kub ujë në sekond. Sipas matjeve shumë vjeçare, ky është një rekord i cili na vën në një pozicion të vështirë, duke marrë në konsiderat edhe te mbushjen, te ngopjen e tokës nga rreshjet e muajit nëntor, na kanë nxjerrë në një situatë shumë të vështirë për cilën mendojmë ta përballojmë me forcat shtuara dhe patjetër kemi nevojë edhe për Këshillin e Bashkisë, për vendimarrjet e tyre, edhe për t'i dhënë shqyqyr Zotit, ndodh që s'kemi probleme në njerëz, s'kemi probleme në banesa, por duhet të jemi në këmbë të gjithë për ta përballuar këtë situatë. Shumë faleminderit të gjithë. Ta kalojmë votim këtë pikën. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka. Miratohet. Faleminderit. Tani kemi diskutime të tjera. Nëse ka ndonjë gjë tek diskutimet e tjera, le të shpresojmë që situata me rreshjet të kalojë sa më pak deme. Dua t'ju rikujtoj që ditën e hënë kemi thirrur një mbledhje tjetër jashtë radhe enkas për dëmtimet nga rreshjet. Ditën e hënë ora 10. Ndërkohë kisha edhe një propozim për Këshillin për disa ndryshime në komisionin e bujqësisë, ku propozojmë që kolegu jon Selami Muço të shkojë tek komisioni i bujqësisë, nëse dhe të rregullohet, pastaj e di sekretari se si do ta rregulloj. Desha një dakordsi kështu në parim. Jemi dakord që Seloja të shkojë tek. Faleminderit edhe ditë të mbarë në vijim.